Da ime të proj fare këtë herë? Çfarë është kjo po të dërgon në fshat? E bën që të më largoj nga këtu pra. Po më ndoshkon pas një faja i mua. Asla, e ti qfar, askush nuk më uroj. As edhe një njeri nuk më tha bravo pas ke fituar burs. Askujt nuk intereson fare. Të betohem se nuk e di çfarë të them. Daim zakonisht nuk do bënte gjëra të tilla. Ai do të donte që ti të vazhdoje shkollën. Nuk e di kush ja ka mbushur mendjen kështu turp. A dëshiron të vi unë, të flas me Dajen, ë? Jo, mos hajde. Pastaj do të zemërohet edhe me ty. Sidoqoftë ne do të nisemi pas pak. Nuk do mbrish. Jo, nuk e kuptoj pse duhet të shkoni kaq me nxitim në fshat. Mos shaj më, të lutem. Në fundit ai nuk do të mbajë atje për gjithmonë? Do rrini disa ditë dhe do ktheheni. Dhe deri atëherë të gjithëve do t'u ketë kaluar i nati. Edhe ti do të qetësohesh pak. Të dua shumë ty. Mos lejo askënd të lëndoj. Edhe unë ty të dua shumë. Në fakt ti mos u mërzit. Dhe dëgjom, ki kujdes nga i Ozani derisa nuk jam unë këtu. Në rregull. Mos u bëj merak ti. Flasim kur të kthehesh, në rregull? Rrugë të mbar, zemrë ime.